Çfarë duhet të bëjmë konkretisht? Pra, një trajtim alternativ në kushtet e shtëpisë. Atëre, bimët që janë zbutëse si kalendula, aloe vera, petalet e trëndafilit, rigoni, trumza e kështu me radhë, mundet që të përdoren si ndihmuese edhe për të luftuar ato shkaktarët, por njëkohësisht edhe për ta ushqyer pak këtë epidermën e sipërme të lëkurës me pak nga këto fitokimikatet që bimët dhe lulet kanë në brendësi të tyre. Hera herës mundet që lëkurën e ashpërsuar ta marrim dhe ta lyejmë me pak gjethe aloe vere me xhelin e saj, që do të thotë, nëse kthehemi nga puna, i pastrojmë duart dhe marrim një xhel aloe vere, pra praktikisht e marrim aloe veren, e presim, i heqim gjëmbat, e presim në këtë mënyrë dhe vazhdojmë që ta çajmë duke marrë pra atë xhelin e brendshëm të saj. Si thuash, kutikulat e epidermës të kësaj lëkure të aloe verës. Neve i kthejmë nga e kundërta dhe vazhdojmë që me xhelin e saj të lyejmë dorën. Kjo jo vetëm që e hidraton, por fillon të na ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës. Dhe kjo bëhet sidomos kur kthehemi nga puna ose edhe gjatë ditës nëse jemi në kushte shtëpie, kjo hidraton, qetëson dhe fillon rigjenerimi i saj. Në këtë mënyrë, duart tona që ne kemi bërë me xhelin e aloe verës, brenda 2 minutash 3 do t'i ndjejmë mrekullisht të qeta, të buta dhe ndjejmë një freski. Mandej, në darkë vonë dhe në mëngjes është mirë që të veprojmë në kushte shtëpie kështu. Sikur të kemi për shembull rigonin, kalendulën, livandon, mund të përgatisni një çaj dhe të lajmë duart me çajin. Ose le të marrim çajin që është më specifik. Marrim afërsisht 4-5 lugë gjelle nga çaji kandimer. I hedhim në 1,5 litër ose në 2 litra ujë. Marrim një dorë bar majasilli, i cili na ndihmon në rigjenerimin e duarve në thellësi. Mund të shtojmë në të lule kalendule dhe livando dhe duhet të shtojmë patjetër pak lëkurë vidhi ose dhe mimoze. Do të jenë nga më të mirat, më të mrekullueshmet për të ndihmuar për shpejtimin e rigjenerimit të lëkurës. Pra, mbasi kullohet ky çaj dhe shplajmë duart, është mirë që t'i lëmë të ftohen ato. Mandej, marrim Sprite-in, i cili është një serum për puçrat, por njëkohësisht antiseptik dhe ushqyes për lëkurën. Sprucojmë në këtë mënyrë. Do të kapim mirë thonjt, hapësirat midis thonjve dhe gishtave dhe pjesa e sipërme e pëllëmbës së dorës. Mandej, pasi thahet kjo, ne do të marrim dhe do të lyejmë. Në darkë e lyejmë me kremin kundra mykut. Pasi, jo vetëm që na dëmton, si thuash, ato kërpudhat që mund të na zhvillohen midis thonjve, por ndihmon edhe në rigjenerimin dhe në shëndoshjen e pjesës së sipërme të thojit të dëmtuar. Po kështu vazhdojmë edhe në gjithë pjesën e lëkurës të epidermës së irrituar të dorës ose edhe të këmbës. Pra, bëjmë një trajtim shumë thjesht me një gotë çaj. Shplajmë duart, duke shtuar edhe pak sot buke dhe pak krip nga një lugë kafe. Mbasi thahen këto, vendosim kremin dhe vendosim antiseptikun dhe kremin. Në këtë mënyrë, dorën në darkë e lëmë të qetë dhe vazhdojmë trajtimin në mëngjes. Pasi çohemi në mëngjes dhe jemi pastruar, atëre shplajmë dorën e irrituar ose këmbën e irrituar dhe përsëri veprojmë në këtë mënyrë. Shplajmë dorën me atë gotën e çajit dhe e presim që të thahet. Mbas kësaj vendosim antiseptikun ose këtë serumin për puçra. Dhe mbi të, nëse duhet që të ikim në punë për shembull, është mirë të vendosim nga kremi me rigon, me sherebel dhe me disa esenca të tjera, të cilat kanë vetin që ta mbajnë lëkurën të pastër, të mbrojtur nga këto
gryesat e jashtëm dhe nga këto parazitët që mund të na vinë, bakteriet që mund të na vinë këtu, grimcat e plurit e kështu me radhë, pasi kjo depërton lehtë nëpër plasaritjet dhe është si një cip e hollë mbrojtëse. Pra, as ujë, as ngacmuesit e jashtëm nuk na tentojnë që të depërtojnë në lëkurën e plasaritur dhe të qarë. Dhe kjo nuk e lën lëkurën si të yndyrshme, si të vajosur, por ajo thahet shumë shpejt. Pra kemi një lëkurë, si thuash, më se normale. Pasi është vendosur çaj, sprajti dhe kremi me rigonin.